Gata e Kastriotit ishte kthyer ndërkohë nga Alfonsi, me duart plot si zakonisht, dhe me të dërguar të tjerë të mbretit, të cilët pasi hyn tek Skënderbeu. Përpoqen t'i zbutnin dhimbjen me një fjalë të gjatë dhe të përshtatë. Humbjen e të vetëve i quajtën të drejtë si zakonisht, për shkak të fatit. Dhe përbashkët të luftës dhe të ndryshimit të gjendjes, duke thënë se një gjë e tillë do të praktikisht shpesh në rrezikun e luftës, dhe duke siguruar në emër të mbretit, se po të ishte nevoja, do të kishte ndihma edhe më të mëdha. Skënderbeu, pasi falenderoi dhe bëri çmot që t'ia kalonte bujarisë mbretërore, me dhurata të shënuara, i përcohu me nderime, duke thënë se po ta sillte puna, ndihmën e tyre do ta përdorte pa ndrojtje, si të vetën. Me qëllim që të mos e linte zemra dhe mos e ndjente pa mas dhimbjen për atë humbje. Dërgatat nuk i munguan gjithashtu edhe nga princer të tjerë të Italisë dhe nga populli fqinj, me dhurata shumë bujare dhe me zotime se të krishterët s'kishin për të kërcyer as mundin, as peshqëzimet, as ndonjë rrezik për shpëtimin dhe nderin e tij. Skënderbeu u çudit me bujën që kishte bërë ajo ngjarje dhe atëherë e ndjeu kordin dhe trupin e vet më tepër se sa e pat ndjer. Po plagët e të vetëve po avullonin akoma. Prandaj, duke mos pranuar me atë shpirt të pamposhtur e me atë zë të madhërisëm, se ishte turp e vështërim për e pirë në ajo ngjarje, siç e kishin kuptuar njerëzit, e duke thënë se forcat e tij ishin të mjafta për ta vënë përsëri fatin në dorë dhe për të kaluar madje gjithë lavdimin e mëparshëm. I përcillte të gjithë me shtëpi fort të gëzuar. Në pjesë të atij dimri, ai e kaloi në Krujë, në pjesën e Dibër, dhe në vende të ndryshme të krahinës. Rojon Dibranin e paksoi dhe zbriti në numrin e zakonshëm të saj, të 2000 kalorës dhe në 1000 këmbësor, dhe nosi roje të dëndura. Dërgoi zbulonjës të shpeshtë për armikun, duke ngacmoi gjatë asaj kohe, me ndonjë mësymje, sepse dhiset që ndodheshin shumë afër, ishin shkatëruar të gjithë më parë. Të fuste ushtri më për brënda, nuk e lejonte të ftoftit e pamazë, dhe bora gati e përhershme, por as vetë Skënderbeu, se gjante me vend, sepse ai po bluante në mend diçka më të madhe, dhe i ruante ndjenjat e veta të fuqishme për një shpagim më të lartë. Kështu ai dimër kaloi në plogështi dhe në qetësi të plotë.